Mëngjes. E nisa këtë mëngjes me këtë muzikën e Manolos që kacarviret në për shkëmbinjtë e Italisë dhe s'ka lënë shkëmbinj pa u ngjitur për të treguar disiplinën që ka, domethënë. Është një nga personat që ka marrë pjesë edhe në një nga eventet më të mëdha të MMO-s. Gjeni ka qenë prezente ka parë në Milano, por na tregoi për disiplinën që kishte që kacavirej çdo ditë dhe çdo ditë sepse kishte pasion që të hypte malet edhe shkëmbinjt. Okej. Sot do flasim me morët vesh, e u kam thënë edhe grupit që kanë qenë tek grupi i sfidës, që do flasim për disiplinën. Okej. Atëherë, disiplina është çelësi i suksesit. Disiplinën për të bërë prospekt çdo ditë, apo për të kërkuar çdo ditë informacione të reja, apo të marrim listime të reja. Nuk do flasim vetëm për këtë, por do flasim edhe gjithashtu dhe për strategjitë të cilat na ndihmojnë ta bëjmë disiplinën pjesë të përditshmërisë tonë. Çfarë është disiplina para së gjithash? Çfarë mendoni se na ndihmon për të arritur qëllimet apo objektivat tona? Disiplina mendoj që është të qenurit të vazhdueshëm. Konsistenca. Shumë mirë ne. Konsistenca në atë që ne bëjmë. Qëndrueshmëria që tregojmë me kalimin e kohës na ndihmon të arrijmë qëllimet apo objektivat tona. Çfarë imazhi ju vjen ndërmend kur përmendim fjalën disiplinë? Një ushtar mbase. Bravo, shumë mirë, një ushtar, sepse dim shumë mirë që ushtarët janë ata që janë më të disiplinuar. Po përveç ushtarëve, unë do përmendja ndoshta edhe sportistët. Sportistët, për shembull Michael Jordanin, Ronaldon, Messin, ata që stërviten çdo ditë dhe nuk e ndërpresin kurrë. Ose dhe Manolon që pam pak më parë në video. Ka njerëz pra që fjalën disiplinë e lidhin gjithmonë me ngurtësinë, me të qenit të hekurt. Por disiplina do të quaja disiplina ato që çdo stërvitje të mendjes edhe të sjelljes, e cila kërkon kontroll, qëndrueshmëri edhe drejtim drejt objektivave tona. Ekzistojnë dy lloje disiplinash. Disiplina e jashtme, e cila vjen nga ambienti i jashtëm, siç është për shembull shkolla, arsimi, ambienti i punës, i familjes e të tjerë. Kjo disiplina vishet nga jashtë apo na imponohet, pasi duhet të ndjekim disa rregulla të përcaktuara nga jashtë. Për shembull, një familje ka rregullat e veta, apo jo? Një ambient pune, një kompani ka rregullat e veta që duhet i zbatojmë. Tjetër gjë është pastaj disiplina e brendshme, apo vetë disiplina, e cila është një kontroll personal i mendimeve, i veprimeve, apo edhe i zgjedhjeve tona. Në sektorin ton, për cilën disiplinë bëhet fjalë? Për cilën do kemi nevojë më shumë? Të jashtmen apo të brendshmen? Si mendoni? Unë mendoj që të dyja. Të dyja. Do të jenë të dyja. Duhet të prevalojë disiplina e brendshme, mendoj unë. Po, Gjeni. E brendshmja, sigurisht që duhet të jetë e brendshmja. Pra është shumë e rëndësishme që të përcaktojmë edhe të respektojmë rregullat që ne i vëmë vetes tonë. Vetëm në këtë mënyrë ne bëhemi zotër të kohës son edhe mbi të gjitha edhe të fatit tonë. Shpesh dëgjoj fjalën motivim. Motivimi në fakt është si një dush i nxehtë në mëngjes, që t'jep ato energjinë të bën që të ndihesh mirë, ose palestra për shembull, që bën palestër,
Por, në fakt, motivimi është thjesht një emocion. Dhe emocionet janë tranzitore, që do të thotë vinë dhe ikin. Pra dhe motivimi vjen dhe ikën shumë shpejt. Edhe dushi për shembull. Zgjat 10-15 minuta, po jo më shumë. Ndërkohë, disiplina hyn në lojë me veprimet tona që bëjmë mbas dushit, pra tarja, përgatitja për në punë, veprimet që duhet bëjmë në punë. Ndaj ne nuk mund të presim të jemi të motivuar çdo ditë për të bërë atë që duhet të bëjmë. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të disiplinuar. Le të shohim se cili është ndryshimi midis disiplinës edhe motivimit. Motivimi është ajo shkëndij fillestare që na jep dritën e shile, ndërsa disiplina është këmbgulja që na ndihmon që të ecim përpara. Motivimi është një emocion i përkohshëm, ndërsa disiplina është një zakon i qëndrueshëm. Motivimi është ajo shkëndij që ndez motorin, ndërsa disiplina është karburanti që e bën motorin që të eci. Motivimi të ndihmon të fillosh, disiplina të mban në lëvizje dhe të shtyn që të ecësh përpara. Motivimi varet edhe nga faktorët e jashtëm, ndërsa disiplina është një zgjedhje e jona e brendshme, pra varet vetëm nga ne. Cilat janë avantazhet e disiplinës? Së pari, na jep vetë kontrollin, pra të kemi vend kontroll dhe kështu ne mund të marrim vendime më të mira duke vënë rregull në gjërat që ne menaxhojmë. Na ndihmon të zvogëlojmë gabimet, të cilat diktohen nga impulsiviteti, edhe na ndihmon të bëjmë edhe zgjedhje të ekuilibruara. Së dyti, na bën të qëndrueshëm përballë sfidave. Na jep qëndrueshmëri. Kjo ju ndihmon të qëndroni të qetë dhe sidomos të mos hiqni dorë në momente vështirësie apo humbjeje. Ne bëjmë për ditë të njëjtat procese pune. Dhe nëse rezultatet janë të mira, ne jemi të kënaqur. Por në kohëra të vështira, disiplina do na ndihmojë për të ruajtur më shumë kontrollin e situatës. Së treti, na lehtëson në arritjen e objektivave tona. Është ura midis qëllimit edhe rezultatit. Së katërti, disiplina na jep liri. Mund t'ju duket një çik edhe kështu si koncept paradoks, dikush mund thotë që si t'jep disiplina liri. Por çuditërisht disiplina është një nga format më të larta të lirisë. Dhe dini pse? Sepse disiplina na çliron nga reagimet emocionale dhe mbi të gjitha nga zakonet e këqija. Na jep një kontroll të plotë të jetës sonë dhe të rezultateve që ne duam të arrijmë. Nëse ne punën tonë bëjmë me disiplinë çdo ditë, pra jemi të disiplinuar te ajo puna që bëjmë, do ta shikoni që do të keni më shumë kohë në dispozicion për veten edhe për familjen tuaj. Kur nuk jemi të disiplinuar, jemi sklever të impulseve tona, të shpërqendrimeve, të emocioneve që na mundojnë. Ndërsa disiplina na bën të lirë, të zgjedhim dhe të ndërtojmë jetën që ne duam në të vërtetë. E them me një frazë, disiplina dallon atë që ëndërron nga atë që realizon objektivat e veta. Si mund të zhvillohet aftësia e një disipline të fortë? Le të shikojmë në thelbin e çështjes në këtë mëngjes. Si mund të zhvillohet aftësia e një disipline të fortë? Së pari, duhet të gjejmë përset tona. Kush është përseja? Kjo është shtylla themelore. Kur nuk kemi një arsye të fortë, pra cila është arsyeja jonë e fortë, e cila duhet na shërbejë si lokomotiv. Ashtu edhe disiplina. Nuk do të jetë në një linjë dhe nuk do na çojë aty ku ne duam të shkojmë. Edhe kur të gjeni këtë arsye, nuk duhet ta përcaktoni atë vetëm në shifra, për shembull në faturim, që unë dua këtë vit të faturoj X të ardhura. Sepse faturimi mund të jetë aq i madh ose aq i vogël sa të mos ta jap emocione të forta që të na shty që të ecim përpara. Në fakt, arsyeja është ajo që fshihet pas faturimit, pra pas atyre të ardhurave që ne duam të arrijmë. Çfarë dua të arrij?
Për shembull, dua të ndihmoj familjen time. Dua të blej një makinë. Dua të blej një shtëpi që kam ndërruar gjithmonë. Pra kjo është përseja që ne duhet ta gjejmë tek vetja jonë. Dua të arri një siguri ekonomike, dua të arri një liri ekonomike. Sa më e fortë do të jetë arsyeja e juaj, ju siguroj që aq më e fortë do jetë edhe vetë disiplina juaj. Kur ta keni gjetur këtë arsye, shkruajini ose varrini në mur, në zyrë, pasi do ju ndihmoj në momentet tuaja të vështira apo të tundimit të momentit. Disiplina bëhet e fortë kur arsyeja është shumë e fortë, shumë e thellë. Okej? Jemi dakord deri këtu? Së dyti, duhet të vendosim objektiva të qarta, të cilat duhet të jenë smart, e kemi thënë disa herë që objektivat duhet të jenë smart. Si duhet të jenë smart? E para duhet të jenë specifik, e dyta duhet të jenë të matshëm, e treta duhet të jenë të arritshëm, e katërta duhet të jenë realist, dhe e pesta duhet të jenë përcaktuar termat kohor. Pra, deri në çfarë kohe unë duhet ta kem arritur këtë objektiv. Për shembull, dua të jem në formë të mirë fizike. Kjo nuk është specifike. Kjo nuk është, domethënë, një objektiv smart. Nëse unë të them dua të humbas 5 kg brenda 3 muajve, duke u stërvitur 4 herë në javë, ky është një objektiv smart, sepse është i përcaktuar, është specifik, është i matshëm, duke thënë 5 kg 3 herë në muaj, 4 herë në javë, është i arritshëm, sepse mund të bëhet, mund të arrihet nëse unë do t'i bëj këto gjëra, domethënë për 3 muaj do stërvitem 4 herë në javë, është realist, është një objektiv realist, dhe është i përcaktuar në kohë, pra për 3 muaj. Në lidhje me këtë, ju sugjeroj që të përcaktoni edhe biznes planin tuaj. Për shembull, për këtë 6 mujor, e keni bërë biznes planin tuaj? 6 mujorin, domethënë që nga kurriku deri në fund, deri në dhjetor. Unë se kam bërë. Duhet ta bësh. Si sot me që filluam dhe të po flasim për biznes planin, duhet të bësh një biznes plan të qartë. Sa më të qarta ti kesh objektivat, aq më të lehta do jenë ato për t'i kontrolluar dhe automatikisht më pas edhe për të arritur. Pra kur i ke të shkruar të qarta se çfarë veprimesh do bësh, sa listime do bësh, për sa kohë do t'i bësh, sa lica duhet marrësh deri në fund të vitit, atëherë do kesh dhe më të lehtë për të kontrolluar ecurinë e punës tënde në bazë të këtij biznes plani që ke bërë. Së treti, ndërtoni zakone të përditshme. Disiplina nuk është një aftësi e lindur. Edhe ky është lajm i mirë në fakt. Pasi të tërë mund ta ndërtojmë ashtu siç bëhen edhe muskujt në palestër. Disiplina vetë është një muskull që duhet stërvitur. Dhe si mund të fillojmë ta ndërtojmë? Duke nisur nga veprime të vogla, të përsëritura për ditë, siç nisëm për shembull sfidën. O sfidën e nisëm 10 veta dhe sot ishim 2 veta në sfidë. Duke u nisur nga veprime të vogla, pra, duke i përsëritur çdo ditë. Po ju jap një shembull. Ka shumë kohë që, për shembull, dikush nuk lexon një libër. Nëse do që të filloj disiplinën, mund të filloj në fillim të lexoj 1 faqe në ditë, pastaj të filloj 2 faqe, pastaj 3 faqe, 4 faqe, deri sa të shkojmë 10 faqe apo 20 faqe në ditë, tek shumë e radhë. Ishte edhe një nga ato gjërat që ju shkruajta sot në mesazhin e mëngjesit. Se kush e ka bërë listën e librave që duhet të lexoj në vitin 2026 dhe prita një përgjigje, po s'më reagoj qëri. Do me thënë që asnjëri s'është duke lexuar, kam përshtypjen. Dikush mund thotë që kjo gjëja dhe të lodh, që s'kam dëshirë të lexoj. Mirë, atëherë filloni me 2 telefonata në ditë. Bëni telefonata që të rrisni produktivitetin. Më pas shtojeni numrin e telefonatave me 4, 5, javën e dytë me 10, më vonë me 15, në këtë mënyrë nuk do ndjeni të lodhur apo të rënduar, pra do filloni me hapa të vegjël.
Mundohuni të punoni sipas parimit të James Clearit nga libri Atomic Habits, kush e ka lexuar. Ai flet gjithë për konceptin e përmirësimit të 1% çdo ditë. Pra ideja është nëse përmirësohesh vetëm 1% çdo ditë, këto përmirësime të vogla grumbullohen dhe me kalimin e kohës të sjellin edhe rezultate shumë të mira. Së katërti, menaxhojmë pa ditur, vetëm duke parë pjesën e temës, pa ditur brendin se për çfarë do flitej, kam hedhur në WhatsApp story diku para 15 minutash që 1% çdo ditë mund 100% në total. Aha, okay, po, e vërtet, shumë e vërtet. Pra, të menaxhojmë forcën e vullnetit, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që mund të jemi të vendosur, të bëjmë diçka, si për shembull të bëjmë 5 telefonata në ditë. Forca e vullnetit është njësoj si bateria. Nëse e përdorim shumë, bateria do të mbarojë shpejt. Pra, këtu duhet kemi kujdes kur e sforcojmë veten. Është njësoj si të jesh në dietë. Nëse nuk je plotësisht i bindur se përse dëshiron të humbasësh shpesh, pasi far kohe fillon edhe heq dorë nga kjo forcë vullneti. Gjëja e rëndësishme është që të ruani ngarkesën e kësaj force vullneti dhe të dini ta përdorni ashtu siç duhet. Po ku ngec kjo gjë? Pikërisht tek pika 3. Nëse ne nuk arrim të ndërtojmë zakone të përditshme, nuk arrim të automatizojmë veprimet tona. Dhe çdo gjë na duket më e vështirë. Me rutinat automatike ne sigurisht kemi më shumë lehtësira. Së pesti, shmangni ose largoni sa më shumë gjërat që ju shpërqendrojnë apo tundimet. Çfarë do të thotë kjo? Marrim një shembull, në darkë për shembull, përgatisni listën e personave që do telefononi ditën e nesërme. Kështu i lehtësoni vetes punën e së nesërmes, nëse e lë telefonin për shembull nga një dhomë tjetër dhe nuk futesh në rrjetet sociale, dhe kështu shmang tundimin e mediave dhe fokusohen tek puna për të nesërmen. Së gjashti, monitoroni dhe mbani nën kontroll rezultatet tuaja. Na duhet një agent, një ditar apo një listë gjurmimi ku mund kontrollojmë rezultatet tona. Kjo do të ndihmojë të kuptojmë nëse po përmirësohemi apo po mbetemi në vend. Për shembull, mund të shënojmë në kalendar të gjitha ditët që kemi bërë prospekt dhe të kemi një ide të qartë të punës së bërë. Nëse kemi bërë 20 ditë prospekt, por kemi lënë 2 ditë radhasi pa bërë prospekt në zonë, kjo do të thotë që po fillojmë të ndërtojmë një zakon të keq, pasi kemi thyer zinxhirin e disiplinës. Pra, mund të kemi edhe shënime me të kuqe ose jo completed në agend kur bëjmë agendën online. Por duhet që pjesa më e madhe duhet të jenë nga ato jeshile, dan, u bë. Okej? Apo që duhet të ndjek një agent për të qenë i disiplinuar. Së pari, time blocking, bllokimi i kohës me bloqe. Sundo ditën tënde, mos e lër që të sundoj ajo. Kemi folur për agendën një ditë edhe me personat që janë pjesë e sfidës. Orët e arta për të bërë prospekt janë 9 deri në 11. Kjo kohë duhet të bllokohet ekskluzivisht për prospektin, telefonatat e reja, gjetje pronash, kontakte me klientët, sepse njerëzit në atë kohë në mëngjes janë më të qetë, nuk kanë filluar streset e ditës. Lërini emailët, rrjetet sociale, bisedat me kolegët, fokusohuni të bëni punën kryesore që është prospekti dhe është më produktive. Reaktiv kundër proaktiv. Mësoni të mos jeni sklever të telefonit që ju tringëllon çdo ditë. Përcaktoni fashat e veçanta të orareve për t'ju përgjigjur mesazheve apo emaileve. Për shembull në orën 12 deri në orën 1 paradite do i përgjigjem. Mas dite, nga ora 4 deri në orën 5 do i kthej përgjigje njerëzve që më kanë shkruar. Nëse një detyrë nuk është në kalendar, ajo nuk ekziston. Agjentët e disiplinuar nuk presin që t'ju vijë frymëzimi. Ata ndjekin gjithmonë një agent të përcaktuar. Okej, së dyti, konsistenca në prospekt. Gjitja e klientëve.
Disiplina nuk do të thotë të bësh 100 telefonata në një ditë të vetme dhe pastaj asnjë telefonat për një javë apo për një muaj. Rregulli do të jetë X telefonata në ditë. Suksesi vjen duke bërë për shembull 15 apo 20 telefonata të fokusuara çdo ditë pa përjashtim. Thimi i zakonit në rutinë. Prospekti është si palestra, vështirësia është vetëm javët e para, pastaj të bëhet si një stil jetese. Okej? Së treti, disiplina në follow-up, ndjekja e klientit. Nëse nuk është në CRM, një klient nuk ekziston. Çdo bisedë, preferencë e klientit dhe çdo datë kur duhet ritelefonuar, duhet të shënohet në një sistem menjëherë. Sistemi kujtesës të këtyre agjendave apo të CRM-s, ndërtimi një rutine, kur çdo mëngjes gjëja e parë që kontrollohet janë taskjet që keni lënë pezull, me klientët ekzistues. Statistikat tregojnë se shumica e shitjeve mbyllen pas kontaktit të 5 deri të 12, por shumica e agjendëve dorëzohen pas kontaktit të parë ose të dytë. Çfarë ndodh? I dërgoni 2 prona, 3 prona, 4 prona njëri klienti vlerës, ati nuk i pëlqejnë dhe pastaj i lëm. Nuk merremi me atë, se s'kemi më nerva që të merremi me të. Okej, ose bëjmë 2-3 shoqërime, ai nuk vendos, e ne lëm pas dore me qenë se nuk vendosi. Së katërti, disiplina emocionale dhe trajtimi i jos. Darja e vetes nga rezultati. Një jo nga klienti nuk është personale. Është thjesht një hap më afër ose së radhës. Fokusimi te procesi dhe jo te rezultati. Nëse agjenti disiplinohet të bëjë numrin e duhur të prezantimeve edhe të takimeve, kontratat dhe komisionet që do të vinë vetiu, do i vinë, domethënë, si pasojë logjike e punës që është bërë. Në këtë punë, refuzimi është i përditshëm. Agjentët e pa disiplinuar emocionalisht lejojnë që një jo në mëngjes t'ju prishi gjithë ditën e punës. Është e vërtetë apo jo? Po na tha një klient jo, na iku dita tërë. Ka ndodhur shumë herë. Të ka ndodhur Ka Eriona? ndodhur shumë herë. Po, më ka ndodhur. Okej. Okej, një agent i disiplinuar investon kohë çdo ditë edhe për të studiuar tregun. Pra, njohja e tregut edhe është edukim i vazhdueshëm i joni. Analiza e mëngjesit, 15 deri në 30 minuta çdo ditë për të parë pronat e reja që kanë dalë në treg, ato që janë shitur, edhe ndryshimet e çmimeve në zonat e tyre të fokusit. Çfarë bën këtë punë çdo ditë? Që ti shohi çfarë bëhet me pronat e reja, çfarë çmime shkan, ose me pronat që janë shitur, me çfarë çmimesh janë shitur. E bën ndonjëri prej jush? Kolegë të dashur, nëse ne nuk studiojmë tregun, nuk do jemi të aftë të negociojmë një pronë kur të shkojmë ta marrim për të listuar. Kështu që njohja e tregut, studimi i tregut është një nga proceset më të rëndësishme tona, sidomos në këtë moment që në treg ka luhatje shumë me çmimet. Dhe si jemi të azhurnuar. Roli i ekspertit. Vetëm agjenti që ka disiplinën për të studiuar tregun çdo ditë mund të fitojë besimin e klientëve si një këshilltar i vërtet, jo thjesht si një hapës dyersh. Jemi dakord? Një agent i disiplinuar investon kohë çdo ditë pra për të studiuar tregun. Talenti dhe motivimi shërbejnë për të nisur. Disiplina shërben për të arritur atje ku ne duam. Disiplina e transformon qëllimin ton në rezultat. Po e mbyll të mëngjes duke ju bërë edhe një pyetje. Ju çfarë përmirësimi do donit që të bënit? Cili do ishte hapi i parë që do ndërmerrnit sot që
do të ndryshoj disiplinën tuaj për të arritur atë që ju do doni të arrini? Mos flisni gjithë për një herë, se s'po ju kuptoj fare. Ha pra, çfarë të doni të përmirësonit që sot? Po më dëgjoni apo jo? Apo jeni kështu vetëm po shihni videon? Unë e kam shumë të thjesht, po jap unë e para, të ble gjumë më Mirë. shpejt, se po shikoj çdo ditë, kam një aplikacion që shikoj çdo ditë sa orë fle, edhe flesh të pak. Domethënë, se di se kam këtë që fle vonë, zgjohem për të zgjuar në mëngjes, po që nuk e kam bërë akoma atë 7 orar ose 8 orë flota që duhet të jetë. Edhe besoj që nga gjumi nis pjesa tjetër, se në momentin që ti shklodesh duke bërë gjumin e shëndetshëm, pastaj ditën tjetër je më produktive. Shumë mirë. Okej. Ka ndonjë tjetër që do filloj të ndryshoj në një gjë për të përmirësuar? Jo. Domethënë jeni të gjithë okay, jeni të gjithë kënaqur me arritjet tuaja? Pas kam koleg milioner gjithë duket. Nuk do asnjëri të ndryshoj asgjë, se janë shumë mirë. Më bën shumë qefi. Okej. Atëre, po ju informoj dhe për trajnimin tonë të radhës, që do jetë javën e ardhshme në datën 22 korrik. Sa radhë do jetë online, do jetë 3 orë, Revolution e AI Secrets, ku do merrni vesh më të rejat e fundit se çfarë po ndodh me real estate-in në botë dhe çfarë do arri shumë shpejt edhe në Shqipëri. Ju kujtoj që jemi në një risk shumë të madh dhe do ju informoj kur të flasim ditën e mërkurë. Aida po ju hedh në chat linkun për të regjistruar te ky trajnim që do bëhet online. Sa po të regjistroheni, pastaj do ju telefonoj Aida për modalitetet e tjera dhe për linkun. Unë ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë dhe ju falenderoj për vëmendjen, sa më shumë disiplinë për veten tuaj, sepse do arrini shumë më tepër se çfarë keni arritur deri tash. Ditë të mbarë gjithëve. Faleminderit Derina, ditë të mbarë dhe për ju. Faleminderit. Faleminderit Blerina, mirupafshim. Lutem, mirupafshim, ditë të mbarë. Faleminderit Blerina. Lutem.